ata mbajnë njëri tjetrin në kurrizin tonë dhe ne lodhemi nga pesha e madhe ekonomike, sociale, nga vuajtje, nga inferioriteti jonë, nga i kashilleku që na bën dhe s'kemi rrugë tjetër, nuk e mbajmë me peshën dhe fillojmë dhe kalojmë kufirin. Kush me këmbë, kush me dore, kush me anije, kush me avione, sipas rastit. Nuk kanë për ta falur. Si mendoni, kush do goditet nga SPAK pas rastit të Erion Veliaj? Përveç Ramës, unë nuk pres asnjë njeri tjetër. Meta është brenda. Berisha bëj 8 muaj brenda. Dhe në qoftë se do bëj drena shumë, ka rrezik që ta themi pak më vonë. Tani Rama e ka radhën. Mua me frikin këta të rinjt. Këta të rinjt, qoftë Qori, qoftë Lapaj, qoftë të gjithë këta. Sepse këta kanë marrë një distancim nga këta, nuk e di sepse. Megjithatë do ishte mirë që populli të qohet. Të kishte një qeveri teknike, zonjë e zotrinj, edhe ju i nderuar gazetarë. Në Shqipëri kishte një qeveri teknike, dhe ajo qeveri teknike të bënte vetëm një gjë të vogël, që unë do e bëja një herë, do e firmosja atë urdhër. Dhe merre letrën këtu përpara, edhe do e firmosja. Ilir Meta, Edi Rama dhe Sali Berisha të hetohen në Amerikë. Kaq. Pse? Se me flamurin amerikan në kanë vjedhur. Njerën dorë mbanin në xhepin tonë, duke na vjedhur parat tona, gjersën tonë, gjakun tonë, huajqet tona, na linin pa ujë e pa bukë, kurse dorën tjetër thonin ne jemi pro amerikan, jemi pro perëndimor. Me flamurin amerikan në një dorë dhe me dorën tjetër e kishin në xhepin tonë, kështu kanë qarë deri tani. Prandaj e mira është të marrë Amerika se në Shqipëri për faktin tonë të keq këta nuk kanë lënë njeri pa përlyje. Pa ja dhenë një thellë dhe pastaj duke ja bën fokusin vete, i thonë ke ngrenë veti një pelë. Ai ka ngrenë një thellë, qoftë avokat, qoftë prokuror. Këta janë kaq të fuqishëm, po thash dhe në fillim, sa që kur arrin të paguajnë konsulentët më të shtrenjtë të botës, kur arrin të paguajnë avokatët si Berisha, konsulentin që ka tani, si Veliaj, në avokatin që paguan kaq shtrenjtë, avokatin më të mirë të botës, si Rama që arrin të korruptojë agentin më të mirë të botës. Këta janë shumë të fuqishëm për një popull kaq të dobët, kaq të lodhur, kaq të varfër, kaq të rënuar si populli dhe vendi jonë. Nuk më merr mendje që ka hekura në Shqipëri për t'i mbledhur këta. Uroj po, nuk më merr mendje. Prandaj Amerika ose të merret vetë ose të na thotë, por një gjë dim të themi, nëse Amerika vendosë që të mos merret me këta njerëz, hasmerin tonë do e ketë në jetë të jetëve. Si mendoni, kush mund t'i fitojë zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 majit? Janë të tre bashkë dhe unë nuk merrem me ta. Tërë jetën e tyre këta kanë qenë bashkë kundër nesh. Vetëm ne jemi të përqarë. Sa më shumë përqahemi ne, na tallën, aq më shumë bashkohen ata. Po ti shikosh, siç i thonë sa veta në aeroporte, jashtë shtetit, ku janë atje që si shohim ne, këta shkojnë me njëri tjetrin mollë e ftua. Kur vinë këtu bëhen sikur vriten dhe priten me njëri tjetrin. Janë bashkë miku im, dhe bashkë kanë bërë të gjitha, pavarësisht se dalin e bëjnë sikur janë të veçuare, të sherruare, të zemruar. Ju do të votoni më 11 maj apo do të protestoni në mënyrën tuaj? Do gjej mënyrën për të protestuar, nuk do votoj. Do doja të votoja. Për shembull, të jap një shembull, ta përmendaj pse në lezin, sepse unë e respektoj atë njeri, ka edhe të tjerë, Shqipëria djem që mund të ndryshojnë. Mirë po, ai njeri mua duhet të më bëjë të qartë raportin me të gjastën. Ata me të gjastën e kanë vendosur që mund të bëjnë aleancë. Po qoftë edhe një fije, sikur të ketë, një metastazë, sikur të ketë gjasta me Fredi Beleri, nuk e votoj dot. Nga e majta unë e di sa ai nuk do bëj koalicion me Ramën. E kanë thënë, qoftë Dashmir Shehi, qoftë ky Ibsen Elezi, edhe të tjeri, mirë po, kur i shikoj nga e gjasta, që është i pranishëm elefantin e dhomë dhe po bën namin, që ka lënë qelqurinë e ka për të hedhur dhe tavanin nga lart, edhe atë poshtë, shtrojën nga poshtë ka për të hedhur ne. Kur shoh një elefant të tillë me të shkuar kaq kriminale, kaq të zezë si Alfred Beleri në dhomën e gjatë, unë prapë mendohem,
edhe unë i them, pse unë të kam respektin më të madh, po e them nëpërmjet jush këtë, sepse ai është i zënë me fushat. Kam respektin më të madh për te. Mirë po, si munde, qoftë shehi, qoftë të tjerit, edhe për këta, Dashamir Sulën, që e ben me një. Dashamir Sula do ishte hero. Dashamir Shehi. Dashamir Sula, Dash Sula, si e kishte ai i Pekinit. Dashnor Sula, po. Dashnor Sula, po. Se e kam edhe mik, në një farë mënyre. E kisha mik pa e ditur, se jam larg shtëpisë, unë jam larguar, edhe e kisha mik pa e ditur. Kam shkruar ca gjëra unë për te, dhe nuk i kam hequr, aty i kam dhe profilet, i kam mbetur. Në qoftë se Dash Sula do ishte treguar burr në momentin kur Sali Berisha e beri kalbet e Fred Beleni dhe thoshte, jo, stop, ka që ishim bashkë, unë largohem. Për hir të interesit kombëtar dhe të dinjitetit kombëtar, unë nuk pranoj të jem në të njëjtin koalicion me Fredi Beleri. Për mua, ai do kishte nderimin më të madh. Jo vetëm që nuk e beri, po qëndroi deri në fund dhe qëndroi edhe në mbrojtjet e tij. Ashtu siç nuk na e mori mendje që në mbrojtjet e Fredi Belerit dhe në koalicion me Fredi Belerin dhe me Dulen do ishte shpëtimi i rizit. Tani të themi se sa gjëra. Ore, këtu i ka dalë fundi kësaj pune, e kuptoni. Si mund të shkoj Dilaver Nere që ke tani ti në ekran, të votoj kur shikon gjëra të tilla kaq ekstreme. Që ka Bernami, ka gjetur rastin Greqia, ka gjetur rastin të Bayraktarët, të këta pronarët, të këta bejlerët, të agallarët, nuk dolin të bëjnë bam, të dalin italisht për parat për të mbrojtur vendin e tyre. Dhe na shpalli luftë Greqia. I shpalli luftë Italisë edhe neve, zuri shkak edhe zerva me këtë raste, që që mu dha rasti, edhe i debëj qemrit i solli këtej. Dhe kjo përfaqësuesi qemrëve, Shpëtimi i rizit, dhe me Sila Doda, që është nusja e Enkeldemit, këta të dy shkojnë dhe bëjnë koalicion së bashku me Belenin dhe me Dulen. Edhe unë shkoj të votoj, as për njerën parë, nuk mundet, mos si mund të shkosh të votosh. Si mund të shkosh të votosh për këta të vjetrit, thashon, për PDI-n, që e kaja PDI-uaja. Si mund të shkosh për Shpëtimin e rizit, për Mesila Dodën, për Ramën, për Metën, për Berishën. Dakord me këta. Tani, të marrim dhe të rinjtë edhe një herë, se duhet bërë e plot, tani që është bëjnë, tashti se unë duhet të sjarohem, se për ndryshe unë flaskot. Si është mundur që Adriatik Klapa, e Pano Soko, Arlin Qori, të gjithë këta thonë e keqja më e madhe është Edi Rama. Këtu me dhem mua. Jo se është e keqja e vogël, e thamë me përpara ne, se si ka përpaguar kusuret e Amerika me ato që ka bërë. Mirë po, kur Edi Rama, Belerin, një hajdut të tillë votash, një njëri me kaq shkuar të zezë edhe kriminale, e mori zvarë dhe e futin e burg. Kurse Sali Berisha e ka marrë dhe e ka ngritur në pjedestal duke e bërë kryebashkiak. Për Berishën ai është bërë kryebashkiak ai. Dhe pasi është bërë kryebashkiak, në atë shkallë, duke u ngjitur mbi atë që s'ia dhanë, është bërë eurodeputet.